kisha me qujt një luftë speciale ndaj profesionit gazetarisë në vendin tonë. Kastet e politike e cila nuk e don gazetarin kritike dhe nuk e don fjalën ndryshe, pra fjalën e cila e konteston pjesën e keqeverisjes dhe çkeljes së drejtave të njeriut. Realisht dokumentari konstaton kisha me qujt një luftë speciale ndaj profesionit gazetarisë në vendin tonë, një luftë e cila burimin kryesisht e ka te njerëzit të cilët janë ata e keqja e këtij vendi, pra fillimisht grupet e krimit organizuar, grupet e interesit dhe grupet e cilat vendin e dojnë të korruptuar dhe të paqeverisur mirë dhe vendi jo demokratik. Pastaj vazhdojmë te lufta e cila zhvillohet edhe prej pjesës tjetër, pra prej pjesës politike dhe prej një kaste politike e cila nuk e don gazetarin kritike dhe nuk e don fjalën ndryshe, pra fjalën e cila e konteston pjesën e keqeverisjes dhe çkeljes së drejtave të njeriut, dhe pastaj lufta shkon duke u radikalizuar ose duke u shndruar në veprim tek mekanizmat e tjerë të cilët janë ata të cilët i sulmojnë gazetarët, pra njerëz të thjeshtë, njerëz të cilët qëndrojnë prapa këtyre grupeve. Realisht dokumentari konstaton një situatë dhe një gjendje jo të mirë për profesionin e gazetarisë në disa aspekte, e para në aspektin fizik, pra të sigurisë fizike, ku gazetarët dëshmohet tash për të disatën herë që nuk njihen të sigurt në disa situata, nuk po e egzageroj me thonë në të gjitha, mirë po në disa situata nuk njihen të sigurt me bë punën e vet. Ambientin medial pastaj ku gazetarët njihen të cenzuruar për shkak të ose të vetë cenzuruar për shkak të hapësirave ku ata duhet me publiku, e po ashtu konstaton edhe çështjet e tjera të cilat profesionin e gazetarit e bojnë me qenë shumë i cënueshëm, që janë edhe aspektet financiare, për faktin që në Kosovë nuk garantohet një financim i duhur i mediave të kredibile të cilat punojnë në vendin tonë. Problemet pastaj shkojnë duke u rrit në daljen online dhe në sulmet online të cilat zhvillohen ndaj gazetarëve, dhe kjo është konstatuar po ashtu në dokumentar. Ajo që ka shumë rëndësi me potencuar që dokumentari konstaton probleme, dokumentari ka ide për zgjidhje të problemeve, mirë po këto ide për zgjidhjen e problemeve nuk janë marrë ende parasysh prej qeverisë të vendit, e cila vazhdon me e injoru thirrjen disa vjeçare prej komunitetit gazetarëve, e tashmo edhe prej komunitetit të organizatave kredibile ndërkombëtare, që gazetaria nuk është duke shkuar në drejtimin e duhur në Kosovë, që presioni ndaj gazetarëve është duke u rrit dhe që qeveria duhet me marrë masa në këtë drejtim. Në anën tjetër, ajo që duhet me potencu është që dokumentari e konstaton edhe elementin tjetër, pra një angazhim në anën tjetër të institucioneve të drejtësisë, që të paktën me disa veprime të nisin me trajtu problemin prej fundit. Pra, kur ne themi problemin prej fundit, është momenti kur dhuna ka ndodhur, edhe kur njerëzit duhet me shku në burg për shkak se i kanë sulmuar gazetarët. Në atë pjesë mund të flasim pastaj për cilësinë e tjerë, mirë, po për neve është shumë e rëndësishme që njerëzit duhet me nisë me kuptu që problemi nuk duhet me u nisë me u trajtu prej fundit. Pra, na nuk duhet me folë shumë sa edhe qysh po i trajtojmë rastet kur po rrehet gazetari, po na duhet me i trajtu rastet në esencë, pse po nis rrahja e gazetarit, pse po nis sulmi i tij dhe kush janë shtytësit që po e bojnë këtë punë, e këto dokumentari konstaton që në vendin tonë nuk është u bë pothuajse kurrë.